Rikthehemi për të përgatitur tani gjell me bizele. Çfarë na duhet? Patjetër bizele, të cilat i gjejmë tashmë në treg, janë në kulmin e tyre të sezonit. I zgjedhim të mira, një nga një, siç i kemi zgjedhur dhe ne, se ndonjëherë na qellojnë që s'kan asnjë kokër brenda. Po. Kanë këtë ngjyrën e bukur me shkëlqim, 500 gram bizele na duhet, një qep e madhe, 2 karota, 3 patate, 2-3 luggjelle salc ose 2 domate të grira, 4 luggjelle vaj ulliri ose vaj lule dielli, kry piper përshije dhe majdanos ose koper për t'ia shtuar në fund, për ta freskuar dhe për t'ia rritur vlerat ushqyese. Ja tek janë bizelet. Dikush mund t'i ketë edhe në ngrirje, dikush i merr të freskëta në treg. Dhe janë perimja e sezonit, duhet ta shfrytëzojmë në maksimum. Në gjell. Nëse ju nuk do kishit për shembull kekun, shumë mirë mund të bënit një recel me karota, gjë që po, shoqërohet më vonë, do ta bëj më vonë. Atëherë, kam vaj mbimor. Nuk pres që vaj të digjet. Lëm të zbutet pak qepën, se do i shtojmë edhe perimet e tjera. I japim. Si është kjo punë? Ka plot mënyra për përgatitjen e bizeleve ose për fshirjen e bizeleve në recetat tona. Bëjmë ëmbëlsirë. Për sallata, edhe ëmbëlsirë. Shtojmë krip. Bëjmë qepën, gjell, shtojmë pak sheqer. Sheqer. Do t'i shpjegojmë njërë tjetër këto procese, pse ndodhin, pse duhet kaurdiset qepa, pse duhet shtohet pak sheqer, aty ku ka domate, pse karamelizohet ku diun sheqeri, janë disa procese në kuzhinë që ndoshta do t'i përmbledhim një ditë për t'i shpjeguar kështu si nga ana kimike. Ja. Do konsultohemi fillimisht, si t'jam tregojmë të sakta, sikurse edhe pak krip. Zbusim. Pak ujë. Okej. Me njëherë ndihmon uji dhe kripa për t'u bërë më transparente, për t'u zbutur. Do të merrem edhe me patatet dhe karotat, sipas kohës që i duhet secilës perime. Ja, meqense u frymëzuam nga stenda jonë me makaronat garofalo nga Teuta, patjetër që edhe në një past mund t'i integrojmë përfshim bizelet, mund t'i përfshim gjithashtu në oriz, në një sallat me bizele, në kinoar, kuskus për shembull me bizele dhe perime të tjera, kështu që mjafton që të respektojmë perimet e sezonit. Tani është një sezon plot e për plot, me fruta, me perime. Frutat vinë pak më vonë më së shumti. Kam zgjedhur. Çfarë janë këto pontit që janë salcat që janë të gatshme për shembull, ja? Unë kam zgjedhur të kem salcën e domates, që është me speck, sikurse nëse ka Sahara për shembull, i jep një shije të veçantë. Përse jep më të veçantë një ja ku është ajo kuqaloshja atje, ajo e bukur atje. Ajo i jep një ngjyrë shumë të këndshme gatimit dhe jo vetëm, sepse ne nuk gatuajmë për ngjyra, edhe për ngjyra, por duhet shija. Përderisa unë nuk kam vendosur për shembull mishin, një ndërthurje shumë e mirë me frutat e thata i bën mirë. E që kanë proteina, ato mishi ka proteina, do janë proteina bimore dhe ne mund t'i marrim dhe në këtë formë. Një përzierje. Përzierje të mirë. Si karota, ashtu sikurse dhe patatja, duan të njëjtën kohë. Do të shtoj salcën që ka edhe vajin e ka vetë. Ja. Do thoni ju që tretim pak, më ekonomike na bjen salsa. Po përderisa nuk kam vendosur mishin,
më bjen dhe më me shije, po me ekonomike po, më bjen dhe akoma dhe me ekonomike më bjen. Sepse ju do merrni një salcë dhe do përdorni gjysmën e salcës. Nëse është e koncentruar do përdorni një luk, nëse është në formën e ujshme do përdorni gjysmën. Atëherë mua më bjen më mirë që të përdor çorekun e këtij kavanozit. Gjë që ti e ndan disa herë. Ti të që është amvisa. E din aq mirë amvisat të punët e ndarjes së produkteve dhe ruajtjes së tyre, edhe bërjes llogarive fije për pe, se si u del më mirë xhepi i tyre, e din vetëm amvisat e shtëpisë. Ne për shembull kështu na del më mirë. Në këtë formë. Janë bërë amvisat letër e laps. Ja, për të bërë një buxhet për të planifikuar. Megjithatë, kuriozitet kam t'i pyes. Si e planifikojnë ato pazaret? Për shembull, bëjnë ato pazaret me një listë ku shënojnë gjithçka që ju duhet dhe i bëjnë një herë në javë, një herë në muaj, apo çdo ditë sipas marrin pensionin. Dhe bëjnë atë listën që duhen gjërat kryesore të shtëpisë. Po mielli, sheqeri, orizi, gjithçka këto. Pa pas perimet nuk mund t'i marrin, perimet janë të përditshme se shqyr Zotit. Qatarët i ke gjënde në zhoko. Mund të jenë që i kanë lartë, për shembull. Pa tjetër i merr i fut në ngrirje. Po. Pra, amvisat gjithmonë për të organizuar frigoriferin. Një xhep ekonomik. Po. Megjithatë, gjatë pjesës tjetër, kur ne të kthehemi nga reklama, do doja që këtë gjë të na tregonin sipas historisë së tyre praktike vetë zonjat tona, si veproni ju për pazaret e javës? I blini ato një herë në muaj apo të përditshme, çfarë ju duhet nga perimet? Çfarë konsumoni më së shumti, çfarë ka më tepër në dollapin tuaj, si organizoni ju shportën e ditës? Dhe tani për ta kapërcyer të gjithë këtë gjendje dhe shportën ekonomike, shtojmë pak ujë që kush e ka buxhetin më të mirë, ka hapësirën më të mirë për të bërë gjëra, kush e ka më të ngushtë, shtojmë pak ujë nga bimët aromatike. Ujë majdanozi, tepër e shëndetshme për të hidratuar, për të marrë vitaminën C, për të pastruar veshka dhe shumë benefite të tjera. Tani unë po bëj një kafe të çlodhemi pak. Është koha për kafen mokador. Marrim pak energji për të vazhduar më pas me bisedat tona në studio, me recetat që na kanë mbetur për gatim, për t'i servirur, për të provuar akullore dhe ja kështu me tabakasi dikur për t'i shërbyer zonjës time. Hajde këtu, të pish kafen. Prita që ta konsumonim bashkë me zonjat që na ndjekin, sepse duam tani të komunikojmë me ju për atë çka diskutuam parë. Na bëft mirë. Të lumshëm duaj. Ma e ke parë të videon që qarkullon kur pim kafen? Po. Edhe i themi, qa GPT s'ma lexon që këfilxani. Ajo këtu s'ka marritur akoma. Të thoshte 2 fjalë. Ti thoshte 2 fjalë. Ja ta pime, po e provojmë edhe ne. Ju e keni pirë kafen? Nëse jo, e janë i ta pim bashkë, ne kemi një kafe aromatike, intensive, kremoze, mokador që na çon në atë lokalin më të preferuar në Itali, sepse prandej vjen edhe na bën një ja, shifim që kremozitetin. Na bën një paralelizëm të fort. Tani, bashkë me kafen, bashkë me recetat. Kafe jo lafe. Unë do të thosha që mokadori është e vetmja kafe që në zjone. E vetmja shije, pije, që është ambasador paqeje. Sa se do më thoje sepse ja thon njerëzit, i rregullon, nuk e di se si me magji rregullon atë gjë. Sa do më thoje vetëm kafe që të zgjon ty që je gjithkohë në gjumë. Për mua kisha, jo për ty se ti je zgjuar, je gjithkohë. Për mua ma çon energjinë. Tani, na telefononi, keni numrin në ekran për të na treguar eksperiencat tuaja të gatimit të ditës së sotme, të pazareve, si organizoni ju pazaret e ditës, a pazaret e muajit, çfarë gatuani, çfarë preferoni në këtë sezon, cilat janë perimet që zgjidhni, frutat që konsumoni. Pra, duam të dim diçka rreth ushqyerjes së familjeve tona, teksa shijojmë së bashku një kafe të mirë, kremoze, të shijshme dhe plot energji. Falenderojmë për këtë mundësi mokador. Duket se kam bërritur telefonata e parë. Të përshëndes. Alo, më shëndetje. Përshëndetje, mirë se vi. Me Albanën flas, lutës? Po, me Albanën. Edhe me Albanën. Me Nikin. Në të dyja jenë. Telefonatat vinë direkt në studio, sepse mendojnë që ka
Jo, jam një zonjë pension dhe interesohem për atë ilaçin që sa zonja me hisra për gjunjët. Për vajin e hithrave. Për vajin e hithrave që e kalojmë pasën direkt e Androniki, sepse është ideja Androniki. Vaj i hithrave, i cili më prit pak sa të sjell edhe kavanozin, ja tek e kemi. Vaj i hithrave, i cili u përgatit ditë më parë këtu në studio, ishte një sugjerim për ata që kanë dhimbje të gjunjëve. Kemi marrë një tufë të madhe me hithra dhe i kemi larë, i kemi shplar, i kemi vendosur më pas të thahen, jo në diell, në hije, ose të tharë me peceta të pastra, dhe më pas i kemi shtypur. Ose do t'i grini të grishësja e qepës, ose do t'i shtypni me havanin apo me një gotë. Pas i keni shtypur, do t'i vendosni në një kavanos, do t'i mbuloni me vaj ulliri. Derisa të mbulohen më pas, këtë kavanos do t'a vendosësh në dolap, në erësirë, të mos ketë kontakt me diellin, dhe do t'a hapësh pas 6 javësh. Do t'a kullosh vajin dhe me të do të lyesh gjunjët aty ku ke dhimbje. Kjo është një prej, sepse ka pa fundësisht mënyra se si ju ndihmojnë për lehtësimin e dhimbjeve. Një prej tyre, ose është kjo, që është popullore dhe dikujt sigurisht mund t'i bëj punë, dikujt jo, gjithsesi problemi duhet zgjidhur ndryshe, duhet konsultojmë patjetër me profesionistin e shëndetit. Ne pas pak do të kemi Altin Jokën, i cili do të flasi për dhimbjet e kyçeve, për ata që vuajnë nga romatizma dhe nga artriti, disa mënyra ide se si ju lehtësojnë dhimbjet tuaja. Kështu që zonja që na telefonoi, që ndoshta është larguar tani, të na dëgjoj deri në fund të programit dhe të shënoj ato receta apo këshilla që Altin Joka do të tregoj pikërisht për ju. Kjo është një mënyrë popullore sipas atyre studimeve që ne kemi, që hulumtojmë dhe lexojmë vazhdimisht për të ardhur në ndihmë sadopak. Gjella me bizele për t'ju rikthyer dhe për ta përfunduar si recetë është në fazën e fundit, Tarpana do të shtojë maganos. Ja, për shembull. Ja. Bëjmë diçka. Më jep pak nga vaji i hithrave këtu. Hithra dhe vaj bashk. Për sa i përket në kuzhinë. Po ky tani është mbyllur aq fort. Ashtu nuk di pam. Thiri nevojës. Më pyeti një zonjë, si e bëjnë që ka të hapin e kavanozve, se kam ato kompostot që kam bërë që nga vjeshta me kumbla qeshie dhe qarë frutash të tjera silte, po i kam zier, i kam mbyllur aq hermetikisht sa nuk i hap dot. Edhe fiksi puna jote, pam. Tek kapaku. Ta edhe shtoj. Që më bëre, më shife që të bëra. Po me bere qetë sot. Po me bere qetë sot. Kam bërë. Çfarë ke bërë? Bollik. Ja, ishte pam. Ja, një sekundë, pam, dhe pushkën e kam, bap, e shkrepi dhe raj gjitha. Sot kemi bërë të dyja, njëra qumshin tjetra vësta shpif. Po i që dhe jo. Janane, o bobo të keqene, janana, vaj hithrave. Tani jo, unë them që kush ka dhimbje gjunjsh, të vi këtu tani të lyem dhe reporti. Prova direkte. Atëherë, kjo është që asnjëherë me ato të kapakut. Në jetë asnjë vështirësi. Filmojnë çik se janë të kapaku kjo masa që kemi marrë. Ja, këtu mëse ne pastrojmë gjithkohën e kohës këto, po hajtë është ti. Arom hithrash këtu, shpërthyen aromat e hithrave. Unë edhe u dogja nga duart kur e përgatita kavanozin me hithra. Ta dia unë e shkreta që do bëjë zullum. Nise, ka disa mënyra tani, se ato truket jo, nuk i kemi kot që i sjellim. Mënyra për të pastruar yndyrnat në banakun tuaj të kuzhinës, se mund t'ju ndodhi dhe ju në shtëpi. Sigurisht që nuk është se e bëra kastile që të tregonim trukun. Ta bëjmë si macja. Sikur ka ndodhur. A ta bëjmë si macja? Opja, e çojmë direkt këtu përpara. Op se digjesh. Ta mbulojmë. Ja, si macja. Puna ne kemi kamerat lart. Po. Dalim zbuluar prapë, kështu që si ta mbulojmë tani. Marrim ca letra, të heqim njërë pjesën kryesore dhe pastaj, largimin e yndyrës, kush e largon? Uthulla, e largon limoni. Ti lexoj çik produktet, edhe këtë ta bësh direkt në moment, uthullën e limonin edhe këto. Po. Lexoj një produktet sa ta të pastrojmë. Po produktet e kujt? Të recetës tjetër, të spinaqit. Po edhe një të bizeles. Bizelja, përmbledhim bizelen, se do kalojmë dhe kemi dhe 10 minuta për recetën tjetër. Gjella me bizele, ju do bizele, ju do një qep të madhe,
1 ose 2 karota, 2 patate, 2-3 luggjelle me salcë domate ose 2 domate të grira, 4 luggjelle vaj, vaj lule dielli, vaj ulliri, krip dhe piper për shije, mos harroni duhet edhe majdanos, edhe tani do pastrojmë banakun me vaj. A nëse pasa në so, lumi të fshatit tim, është zullumqarja Niki. Aman, kam thënë, jo më kodë që je zullumqare. Kjo është një shenje mirë. Do thot që punon. Është një shenje mirë. Ja, me një sekund, ja, prit me Niki, kemi ja. utullën tonë, tani përveç aromës që tjetërsohet kur qëndron në vaj, sepse ekstraktohet Op. Uthulla është pastruese, desinfektuese, gjithandej. Ja, ti edhe këto unë edhe? Mos edhe për yndyrnat. E pason ti. Mjafton, disa pika uthull dhe gjithçka i kanë shpejt e shpejt. Kjo është uthull acide, sa e ka përqindjen? 5% e ka aciditetin. Të lumt, ja, duke... U alarmuam për hiç gjë. Puna është që çati bëjmë tani që s'kemi më vaj, hithrash. Do bëjmë tjetrën. Tek vaj hithrave, unë shtoj këtu. Jap një shije akoma dhe më të veçantë. Po kulëm gjë net na shkoj dëm. Qa thua ti? Tani u shkëlqyer çdo gjë. Mori dhe shkëlqimin e duhur, kështu që uthulla bën atë rolin dhe funksionin që ne vazhdimisht e përmendim. Përziheni për shembull një mënyrë që ne nuk e kemi ndoshta tani të duhur se na ndodhi në mënyrë spontane, por për shembull unë në shtëpi për të pastruar çdo sipërfaqe në shtëpinë time, marr uthullën, e shtoj në një enë spray dhe në të shtoj lëkurat e portokajve apo të limonave. Kur ato i konsumoj, i lë më njanë dhe ato fillojnë dhe, thahen pak, i bashkoj me uthullën dhe i lë për gati 12 orë, që të fillojnë të lëshojnë dhe aromën e tyre dhe më pas ta përdor për të pastruar sipërfaqet. Sot i pastruam vetëm me uthull, sepse nuk kishim nevojë të mbizontoronte ndonjë aromë, sepse qëllimi ishte të largonim yndyrnat, kështu që provojeni. Dhe zonja që na telefonoi mos ndihet në faj, se nuk ishte faji jot që na kërkove fajin e udhrave dhe ne që na hap. Kështu që e di, mendoj që mund ta kesh çuar në përmendje ç'pata unë që i thash, po jo mos u ndje fare në faj dhe në siklet, se ja ne ja dolëm dhe pastruam ambientin tonë.